Ju përshëndes nga Blu Televizion, do të ndajmë bashkë zhvillimet kryesore, do të ndalemi në aktualitet. Kryeministri Edi Rama tha se projekti në Zvërnec do ta bëjë Shqipërinë si vendi me destinacionet më të preferuara në pjesët e mesdheu. Duke ju drejtuar qytetarëve, Rama thotë se është betuar për të mos i tradhtuar kurrë dhe se përpjekjet për të kthyer kundër qeverisë është një kurth për Partinë Socialiste e kësaj radhe për Shqipërinë. Jo si ndërtues, që ndërtojnë, shesin dhe ikin, si ata që kanë ndërtuar edhe pallatën në Tiranë dhe pastaj ja kanë lënë banorëve që s'marrin dot hipotekën. Po si pronar të terrenit, të cilin e kanë bler me para, të mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro me bankë. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari, që nuk besoj se mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, po vetëm musliman nuk janë, vetëm Allah dhe Kur'an nuk kanë, sepse bëjmë përdit krimin e ndaluar nga Kur'ani për të helmuar njerëzit me shpifje. Po si mund t'jem unë njerë kundër jush dhe kundër vetes? Dhe si mund t'jen gazetat e Greqisë, aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke, që janë mbushur sot gjitha, me kauzën tuaj, ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësja dheut, u gjet i korruptuari, dhe ai është kryeministri juaj. Thënë këto, dhe ndjes nëse jam shumë i drejt për drejt dhe mbase edhe emocional, por kjo është ndjesia ime. Se për mua këto janë ditë shumë të habitshme. Janë ditë të habitshme që për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për nderin e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjes për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Por kam zgjedhur të bëj atë që kam bërë gjithmonë. T'ju udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Dhe t'ju udhëheq për ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, fal votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë të huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për të pasur zili në mesdheun e sotëm. Dhe ky projekt është pjesë e kësaj përpjekje. Tani, zgjodha që t'ju tregoj anën tjetër të medaljes, edhe me rrezikun që të mos besoni, dhe po aq hapur dhe sinqerisht sa që thash, çfarë ju thash deri tani. Vllazërisht, kur unë kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime, as që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj kurrë. Nuk është vendi këtu për t'ja u shpjeguar të gjitha arsyet e këtij premtimi. Po këtu adetarin, dëshirën për të pasur një vend të bukur, një vend të pastër, një mjedis të mbrojtur, një vend sovran e tjerë, dhe si ju kanë kthyer në pjesë të një kurthi që i ngrihet kësaj partie dhe mua personalisht prej ditës parë, por që këtu në këtë rast është një kurth për të ardhmen e Shqipërisë. Unë shtu e shoh. Dhe dua ta ndaj me ju që kam menduar këto ditë edhe për një film. Një film që na identifikoi ne përpara botës, kur bota na dinte njerëz me bisht, dhe jo në vitet para erës son, po në vitet e demokracisë.
na dini njerëz me bisht dhe u bën të njohur ne, shqiptarët dhe Shqipëria, përmes filmit Walk the Dog. Rekrutohet një producent i famshëm i Hollywoodit, i luajtur nga Dustin Hoffman, dhe bashkë me regjisorin Robert De Niro, fabrikoi një luftë të trilluar të Amerikës me Shqipërinë. Si e fabrikojnë? Përmes mediave. Duke përdorur teknika hollywoodiane, pamje të rreme lajmesh, si ajo fotografia e shpërndarë gjithandej e ati gardit të mallkuar me tela me gjëmba, me atë sinjalistikën këtu është kufiri midis Izraelit dhe Shqipërisë. Për shembull, këngë patriotike, si plot nga këngët që shoqërojnë videot përkatëse, heronjë të sajuar dhe ngjarjet organizuara me shumë kujdes, dhe krijoi një krizë të madhe, pushton titujt kryesor të mediave dhe zhvendos komplet vëmendjen e publikut që përfshihet totalisht emocionalisht në luftë me Shqipërinë dhe bëhet i gjithi i bashkuar për të shpëtuar një ushtar amerikan që ka mbetur në vijat ku janë armiq, domethënë ku janë shqiptarët, ushtria shqiptare që po lufton me ushtrinë amerikane. Dhe konflikti i fabrikuar e kthen opinionin publik komplet aty ku donin manipulatorët. Vlora mbetet e preferuar e turistëve të huaj dhe gjatë pranverës. Operatorët e turizmit detar thonë se kërkesat këtë vit janë më të larta se një vit më parë, ndërsa destinacionet më të vizituara janë Ishulli i Sazanit, Karaburuni si dhe plazhet e Virgjëra që nuk arrihen me makinë. Turizmi detar në Vlorë po një rritje të ndjeshme, duke të rrequr çdo ditë qindra pushues vendas dhe të huaj që zgjedhin të eksplorojnë Bregdetin përmes tureve me anjet dhe mjetet lundruese. Në këtë sezon veror të 2026-s, kërkesa për këto shërbime është shtuar ndjeshëm duke e kthyer qytetin në një nga më të frekuentuarit në vend. Ishulli i Sazanit, Gatishulli i Karaburunit, plazhet e Virgjëra si dhe shpella e Haxhi Alis janë pikat më të vizituara. Zgjodha Vlorën sepse nuk kam qenë këtu, e njoh Shqipërinë disi, Sarandën, Tiranën dhe Shkodrën, por kurrë nuk isha qenë më parë në Vlorë. Përshtypja ime, plazhet e mrekullueshme, restorante gjithandej. Këto ture me varka janë më të mira te këtij udhëtimi. Sot do të shkoj në Ishull. Moti është i ngrohtë e mezi po pres, thot një prej pushuesve nga Polonia. Operatorët turistik thonë se edhe pse jemi në maj, rezervimet janë 60% më shumë krahasuar se vitin e kaluar. Do të ndjekim destinacionin Karaburun Sazan, jemi në muajin maj, si sot një vit më parë interesi ka qenë më pak se gjysmë, ndërsa tashmë është rritur me 60%, shpret Olsen Sherifaj, menaxheri i grupeve me turist. Shohim interes, çdo turist që vjen në Vlorë do të vizitojë këto vende, thotë Fabio Mehmeti, gujdator detar. Këmbësit janë të larmishme dhe nuk mungojnë edhe ato nga shtetet të largëta. Unë realisht mendoj se njerëzit këtu janë tepër miqësor dhe mikpritës. Më pëlqen natyra dhe është hera ime e parë në këtë tur në det, shprehet një turiste nga Kalifornia. Ne vim nga Franca, do të qëndrojmë këtu 5 ditë, është hera jone e parë. Na pëlqen deti, dielli e nëse po më pyet për njerëzit, ju jeni shumë të sjellshëm, thot një çift nga Franca. Hera ime e dytë që vi në Shqipëri dhe jam kthyer këtu sepse ka shumë për të dashur. E dua këtë qytet të Vlorës dhe do të jetë një eksperiencë të çmendur. E jam shumë entuziaste. Mendoj se plazhet e Karaburunit janë më të bukurat, shpret një tjetër turist nga Polonia. Infrastruktura në shërbim të turizmit detar po merr një rol gjithnjë më të rëndësishëm. Lokacioni i ankorimit të mjeteve lundruese është kthyer në një pikë kyçe që lidh qendrën e qytetit me portin si dhe lungomaren. E pozicionuar në mënyrë strategjike, ajo është lehtësisht e aksesueshme për vizitorët e njëkohësisht e vendosur larg plazheve me pushues, duke garantuar po ashtu edhe siguri për jetën e tyre. Rreth mesditës së kësaj të hënë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Skënder Hita, ka zhvilluar një konferencë përshtyp në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës. Sot kam zgjedhur të jem në Vlorë për të komunikuar nëpërmjet jush drejt për drejt me qytetarët dhe opinionin publik mbi situatën e krijuar pas ngjarjes së datës 30 maj në Zvërnec
si dhe për masat që policia e shtetit ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë për të garantuar lishmërinë, përgjegjshmërinë dhe standardet profesionale që qytetarët presin nga ne. Ngjarja e ndodhur, mënyra e menaxhimit të saj dhe informacioni pasaktë i përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, kam marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësi të përkatëse. Po ashtu, sot prezantova drejtorin e komanduar të Drejtorisë Vendore Policisë Vlorë, drejtues Edvin Dreun, i cili do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve dhe zbatimit të ligjit. Siç e dini, drejtori Drejtorisë Vendore Policisë Vlorë u shkarkuat 2 ditë më parë për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e pavërtet që u përçua publikisht për një qytetar që u mor forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në kantinë. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë ka nxjerrë gjithë mësimet e dhura dhe me të gjitha strukturat policore në varësi të saj duhet të identifikojë problematikat, si dhe të bëjë propozimet përkatëse, qoftë për masa administrative të reja, qoftë kandidatura të reja drejtuese në drejtori dhe komisariate sipas nevojave. Menaxhimi i strukturave, i situatave dhe problematikave nga ana drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarëve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarëve. I kërkoj Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë që të jetë sa më hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim qytetarëve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kurrësi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit, apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, si që jeni ndjeni, kam urdhëruar që prej mbasdites së datës 30 maj të ngrihet një grup i posaçëm hetimor i cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar Drejtorinë e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit, e cila ka nisur menjëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të Drejtorisë Vlorë. Po në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi i posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të 2 subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të 2 subjektet e SHPSF-ve private. Jam drejtuar qytetarëve me ndjesë publike për atë informacion të pasaktë, sepse besimi publiku tek policia e shtetit është vlera më e rëndësishme dhe cënimi i tij nuk mund të justifikohet në asnjë rast. Por dua ta përsëris dhe këtu sot atë ndjesë, sepse Vlora dhe vlonjatët meritojnë respektin tonë më të madh dhe në asnjë mënyrë atë që panë dhe përjetuan atë ditë. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj përsëri se policia e shtetit ka për detyrë ligjore të garantojë rendin e sigurinë e protestuesve të çfarë do natyre, por po ashtu ka detyrë ligjore të mbrojë integritetin e çdo prone private që zotron dokumentacion të rregullt ligjor. Konkretisht, territori i rregulluar rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor, si dhe me autorizimin ligjor për rrethim. Prandaj, përfitojnë nga rasti të drejtojmë qytetarëve që protestojnë që çdo pretendim që kanë mbi pronën apo zhvillimin e saj të adresojnë në gjykat, sepse drejtësia e jo forca e ndajnë kush ka të drejtë e kush jo në sistemin demokratik. Veprimet hetimore dhe administrative në lidhje me ngjarjen e Zvërnecit vijojnë në bashkëpunim të plot me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë dhe me Agjencinë e Mikëshyrjes Policore. Dhe rezultatet përfundimtare të këtyre hetimeve si penale dhe administrative do t'i bëhen të njohur opinionit publik më vonë. Standardi im si drejtori i përgjithshëm është standardi që kërkojnë qytetarët e ndershëm dhe kërkon ligji, një polici profesionale me integritet, garante për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe të jetës e pronës së tyre. Ndërkohë, parandalimi i ngjarjeve kriminale, zbardhja e atyre të ndodhura më parë, siguria gjatë sezonit turistik, siguria rrugore
rritja e sigurisë detare, mbrojtja nga dotja akustike, ndjekja në dinamike shqetësime dhe denoncime të qytetarëve, goditja e armbajtjes pa leje, krimeve mjedisore, kapja e personave në kërkim, parandalimi dhe goditja e kultivimit të bimëve narkotike, si dhe goditja e trafiqeve të palishme, janë në fokusin tonë të përditshëm të punës policisë shtetit për gjatë këtij sezoni veror 2026 dhe jo vetëm. Në përfundim, dua t'u drejtojmë gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Policia e shtetit do të jetë e pranishme, aktive dhe e vendosur për të garantuar rendin, sigurinë dhe zbatimin e ligjit për çdo dhe pa dallim. Asnjë shkelje e ligjit, asnjë cënim i interesit publik dhe asnjë neglizhencë në përmbushjen e detyrës nuk do tolerohet. Besimi i qytetarëve fitohet vetëm me punë, profesionalizëm dhe integritet. Ky është standardi që kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj nga çdo punonjës policie në të gjithë vendin. Kush i shërben me ndershmëri qytetarëve do të ketë mbështetjen time të plotë. Kush cënon ligjin, standardet profesionale apo besimin e publikut do të përballet me ndëshkim. Ky është standardi që kam vendosur për veten time, por njëkohësisht kërkoj që të ndiqet pa kompromis nga të gjithë punonjësit e policisë shtetit. Dhe ndërsa hyjmë në kulmin e sezonit turistik, prioriteti ynë mbetet siguria e qytetarëve, turistëve dhe komuniteteve lokale. Struktura e policisë shtetit do të jenë të rreth 24 në shtat për të parandaluar paligjshmëritë, për të reaguar ndaj çdo shqetësimi dhe për të garantuar një sezon të sigurt për të gjithë. U dësh një ngjarje e rëndë, në fakt që edhe mund të ishte parandaluar qoftë edhe nga drejtoria e përgjithshme, pasi është një situatë pak në protestat ka nisur shumë herët. Së pari, sa janë personat e proceduar të arrestuar për ngjarjen e datës 30. Qoftë ka personat të proceduar të paktën ndjenin ton edhe nga protestuesit, por edhe nga pala tjetër. Sa është numri i tyre? Kjo është pyetja e parë. Pyetja tjetër lidhet me përgjegjësitë. Ju thoni se përgjegjësia në këtë rast i takon drejtuesit të drejtorisë së policisë vendore për qarkun e Vlorës. Ju personalisht keni përgjegjësi? E para. Dhe nëse i referohemi përgjegjësisë sa i takon deklaratës, pak në mënyra se si funksionon deklarata nuk e bën ose nuk del nga drejtoria dhe nga qarku në këtë rast, del nga qendra. Pra është një deklaratë që e bën drejtoria e përgjithshme. Qofse i referojmë deklaratës faktën. Për sa i përket kësaj ngjarje, u garantoj që së bashku me prokurorin, hetimet kanë filluar edhe me agjencinë mbikëqyrëse të AMP-n dhe po vazhdon hetimi i thelluar në çdo detaj dhe për çdo përgjegjës kryesor që është në këtë ngjarje. Si nga ana e protestuesve, si nga ana e policive private, njëkohësisht edhe nga ana e punonjësve të policisë që kanë shkelur detyrën. Përgjegjësia për ngjarjen, padyshim që është e të gjithë neve. Kjo është një ngjarje që na turpëron të gjithë dhe nuk na jep burrëri që ne të themi që patjetër ne ishim më të mirët. Aty u shkelen të gjithë standardet që ne duhet të përfaqësonim një polici dinjitoze dhe për këtë është kjo mënyrë reagimi dhe shkarkimi i drejtorit policisë vendore Vlorë. Përgjegjësia për menaxhimin e kësaj proteste ka qenë thjesht e drejtorisë vendore policisë Vlorë. Në komunikimet që kemi pasur me drejtuesin e policisë Vlorë, ka pasur gjithë mbështetjen e duhur nga policia e shtetit, por kjo asnjë mënyrë nuk i bën më pak fajtor për mosmbarvajtjen e kësaj situate dhe kësaj proteste. Për sa i përket personave që janë proceduar penalisht, ata janë 3 që ju tashmë dini zyrtarisht nga policia private, hetimi po vazhdon, siç po bëra në dije, por edhe nga ana e protestuesve janë në proceduar disa protestues në gjendje të lirë, të cilët kanë reaguar jo në përputhje me ligjin. Përse unë kisha një pyetje për qëndrimin e policisë së shtetit ndaj protestave në përgjithësi. Referuar aeroportit. Aeroporti është një vepër kombëtare, ndërkombëtare dhe aty u përplasën dy kompani private. Cili ishte i paqartë për mua qëndrimi i policisë së shtetit në atë protestë. Kur u bazua policia e shtetit që ndalonte një kompani dhe lejonte një kompani tjetër. Pra ishte një konflikt midis dy kompanive në një vepër kombëtare, në një pronë të shtetit dhe policia u duk sikur mbante anën e njërës kompani. Falenderoj. Në asnjë moment, policia e shtetit edhe në këtë rast nuk ka mbajtur anën dhe nuk ka vepruar në kundërshtim me akte normative dhe ligjore.
aty ka pas një kërkesë nga subjekti që ka të drejtën e administrimit të aeroportit dhe në funksion të mos konflikteve dhe mos të agravimit të situatës, ne jemi vendosur aty për të marrë gjithë masa që mos të kishin një rast si ky i Zvërnecit. Se po mos të ishte policia prezent, besoj dhe aty mund të kishte përcaktuar situata dhe ndoshta 2 javë më parë në Vlorë për të marrë këto masa. Por në atë rast policia ka vepruar drejt edhe me bazë të lishmërisë. Edhe ku ka një vendim gjykate që disponon fakt kompania e cila vete jashtë. Nuk di faktet e gjykatës penale, unë po them personi që ka pas në administrim, se nuk i di gjithë proceset që kanë ndjekur kompania me njëra tjetrën, pra 2 kompanit, por personat që e kanë pas në administrim me vendim gjykate kanë kërkuar ndim të policia për mos të përçuar më tej konfliktit, për mos të përhapur më tej konfliktit, ne morëm këto masë. Nuk i di me emra kompanit, po them në bazë vendimit gjykatës, kompania që ka në administrim për të ndjekur mbarvajtjen e punimeve dhe ditëve që ishte e njohur me vendim gjykatës, pra ne kemi pas një njoftim nga kompania për shkak të procedurave dhe mosmarrëveshjeve që ata kishin dhe për mos të përshkallëzuar konfliktu, për mos të përhapur konfliktin, ne kemi ndërhyrë për të marrë masat e Ka pasur një kërkesë vazhdueshme në fakt qoftë nga media dhe qoftë nga kompania referuar këtij rasti, kompania e cila vete jashtë, në rastin e Mapco Construction, për të njohur nga policia me një urdhër, me një vendim, qoftë policia të kishte marrë urdhër nga kompania e administrimit, qoftë nga qendra, nuk ka pasur një urdhër ndalimi, pra policia është vendosur aty pa pasur një urdhër. U shpjegova këtë rast si ka funksionuar dhe s'ka besoj më vend për të bërë kaq të gjatë se nuk ka kuptim gjithë ky. Ka kuptim në rastin kur interpretimi është që policia është e njëanshme. Nuk është fare e njëanshme se ta thash. Ka pasur një njoftim për mos përshkallëzimin e konfliktit. Tani vendimet e gjykatës se si i kanë palët me njëra tjetrën e zgjedhin ato. Në lidhje me informacionin që është përnda nga policia e shtetit dhe policia e Vlorës, duke marrë parasysh eksperiencat e radhëve të kaluara, çdo komunikat e policisë së Vlorës kalon dhe konfirmohet nga qendra. Si është e mundur që një drejtori vendore e policisë së Vlorës shpërndan një informacion pa miratimin e qendrës dhe si është e mundur që edhe vetë faqja e policisë shpërndan të tillë informacion. Dhe pyetja e dytë ka të bëjë me të përgjigje për këtë. Unë e kuptoj sensibilizimin që ka marrë kjo ngjarje, por dua të them se veprimet në terren dhe veprimet verifikuese kanë qenë punonjësit e drejtorisë vendore policisë Vlorë që i kam parë. Unë e kam shprehur ndjesën time për këtë veprim tonin ose të policisë Vlorë të pa verifikuar saktë dhe prandaj thash që edhe qytetarët që na kanë ndihmuar më tej në video dhe bëm atë reagim që duhet të bënim duke marrë gjithë përgjegjësinë e ndodhjes së këtij keq informimi për publik. Këtë të hënë, situata në zonën e Portonovës është prezantuar e qetë, ndërsa është hequr teli me gjemba i vendosur për gjatë rrethimit të kantierit të punimeve. Nuk janë konstatuar lëvizje të mjeteve të rënda dhe as zhvillimi punimeve brenda kantierit. Hiqet teli me gjemba i vendosur për gjatë gjithë rrethimit në kantierin e ndërtimit në zonën e Zvërnecit. Teli me gjemba është hequr gjatë ditës së diel pikërisht nga vetë investitori privat që po kryen punimet në këtë zonë, ndërsa tashmë ka ardhur konfirmimi që janë prishur kontratat me kompanitë private të cilat kryenin edhe sigurimin e zonës. Prishja e kontratës ka ardhur me njëherë pas ngjarjeve të dhunshme të ndodhura ditën e shtunë në zonën e Zvërnecit. Është hequr teli me gjemba i vendosur për gjatë rrethimit të kantierit të punimeve në zonën e Portonovës në Zvërnec. Teli me gjemba ishte vendosur mbi tokë dhe për gjatë perimetrit të rrethimit, ku prej disa kohësh po kryen punime në kuadër të projektit në fjalë. Sipas informacioneve nga terreni, heqja e tij është kryer gjatë ditës së diel nga vetë investitorët e projektit. Vendosja e telit me gjemba erdhi pas protestës së zhvilluar disa ditë më parë, ku pati përplasje mes protestuesve dhe punonjësve të sigurisë private. Incidenti çoi në shoqërim dhe pas arrestimin e një prej personave të sigurisë private. Ndërkohë, gjatë kësaj të hëne, situata në zonë paraqitet e qetë, nuk janë konstatuar lëvizje të mjeteve të rënda dhe as zhvillimi i punimeve brenda kantierit. Gjithashtu, përgjatë zonës së rrethuar është vënë re një prani më e reduktore punonjësve të sigurisë private krahasuar me ditët e mëparshme. Banorët dhe vizitorët e zonës vijojnë të ndjekin me vëmendje zhvillimet që lidhin me këtë projekt, ndërsa mbetet për tu parë se si do të vijojë situata dhe nëse punimet do të rifillojnë në ditën e vijim. Do të ndalemi në kronik në të tjera. Zhvillimi me një tjetër veprim është ndërmarrë nga policia e shtetit në lidhje me incidentet e ndodhura në Zvërnec 3 ditë më parë, gjatë protestave të qytetarëve kundër projektit që synohet të zhvillohet po në këtë zonë. Sipas policisë, 2 kompanive të sigurisë fizike ju është hequr licenca për ushtrimin e këtij aktiviteti.
Policia e Shtetit njofton se vijojnë intensivisht hetimet administrative nga Drejtoria e Standardeve Profesionale dhe Departamenti për Sigurinë Publike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për hetimin e plot me qëllim, nxjerrjen e përgjegjësive në lidhje me veprimet dhe mosveprimet përgjatë tubimit të zhvilluar në datën 30 maj 2026 në Portonov, Zvërnec, si dhe për ligjshmërinë e subjekteve private për sigurinë fizike që janë kontraktuar nga pronari për ruajtjen dhe sigurinë fizike të pronës në Portonov, Zvërnec. Në vijim të veprimeve administrative të kryer nga Departamenti për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjektet Myrto Security dhe Major Security, rezultoi se të dyja subjektet janë konstatuar në shkelje. Konkretisht, subjekti i Myrto Security nuk kishte marrë masat për sigurinë e objektit dhe nuk kishte zbatuar rregullat për regjimin e hyrjes dhe daljes së personave dhe mjeteve në objekt. Nga ana e këtij subjekti nuk administroi lista e personave dhe mjeteve që lejoheshin të hynin në objekt për shkak të mospërmbushjes së këtyre kritereve. Në datën 30 maj 2026 janë lejuar të hyjnë në brendësi të rrethimit persona të paidentifikuar dhe të panjohur nga personeli i shërbimit. Këta persona gjatë tubimit kanë ndërhyrë pa patur asnjë atribut ligjor dhe kanë goditur e tërhequr me forcë një shtetas pjesëmarrës në protestë duke i shkaktuar lëndime trupore. Gjithashtu kanë reaguar kundër protestuesve me gur dhe sende të tjera nga rrethimi i pronës. Ndaj këtyre shtetasve që kryen veprimet e dhunshme, punonjësit e Myrto Security nuk kanë kryer asnjë veprim parandalues apo për largimin e tyre, ndërsa punonjësi i licencuar i subjektit Major Security së bashku me 2 persona të tjerë, të cilët u proceduan penalisht dhe nga verifikimet rezultoi se të dy të proceduarit nuk figuronin të regjistruar apo të licencuar nga subjekti Major Security, kryen veprime arbitrare duke shpërdoruar detyrën dhe në tejkalim të kompetencave. Pasi goditi me grush, një prej protestuesve e morën me forcë dhe e çuan në brendësi të rrethimit duke i shkaktuar dëmtime trupore. Në përfundim të hetimeve administrative për shkeljet e konstatuara në të dy subjektet, referuar ligjit për shërbimin privat të sigurisë fizike, me vendim të drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, të dy subjekteve i hoq licenca për ushtrimin e këtij aktiviteti, ndërkohë që policia njofton se hetimet penale dhe administrative vijojnë. Byroja kombëtare e hetimit ditën e diel ka qenë në Vlorë pas protestave të zhvilluara në zonën e Dalanit në Zvërnec. Byroja kombëtare e hetimit ka ushtruar kontrolle në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës. Këto kontrolle janë kryer me miratimin e SPAK-ut në kuadër të hetimit të nisur në këtë ngjarje. Byroja kombëtare e hetimit ditën e diel ka qenë në Vlorë pas protestave të zhvilluara në zonën e Dalanit në Zvërnec. Byroja kombëtare e hetimit ka ushtruar kontrolle në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës. Këto kontrolle janë kryer me miratimin e SPAK-ut në kuadër të hetimit të nisur për këtë ngjarje. Burime nga Policia e Vlorës bëjnë me dije se për gjatë fundjavës në Drejtorinë Vendore të Policisë të Vlorës ka pasur kontrolle nga BKH dhe SPAK. Dyshohet se kontrollet kanë qenë lidhur me ngjarjen e Zvërnecit. Sipas burimeve nga Policia e Vlorës, Byroja kombëtare e hetimit ka kontrolluar dosjet që lidhen me projektin e Zvërnecit. Gjithashtu janë marrë dhe verifikuar dokumente të ndryshme që dëshmojnë mënyrën se si është administruar ngjarja nga Policia e Qarkut Vlorë. Nga Komisariati i Policisë Vlorë janë sekuestruar dosje dhe prova të ndryshme të cilat tashmë janë bërë pjesë e procesit hetimor. Sipas informacioneve, provat e marra në Komisariatin e Policisë së Vlorës tregojnë mënyrën e administrimit të ngjarjes nga efektivët e policisë, si dhe trajtimin që është bërë protestuesve në vendin e protestës. Gjithashtu janë sekuestruar edhe dëshmitë e dhëna nga personat e proceduar penalisht, si dhe nga të dëmtuarit, të cilët pritet të jenë element kyç në zbardhjen e kësaj çështje. SPAK ka nisur ndërkohë një hetim për të ngjarje dhe po mbledh prova për administrimin e saj. Këto prova do të përfshihen në procesin hetimor që do të zhvillohet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore. Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë, arrest me burg për Gerald Bibën, i cili akuzohet për dhunimin e një protestuesi gjatë protestës së zhvilluar vetëm pak ditë më parë, po në zonën e Zvërnecit. Dhunoi protestuesi në Zvërnec, lihet në burg Gerald Biba. Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Gerald Bibën, i cili akuzohet për dhunimin e një protestuesi gjatë protestës së zhvilluar pak ditë më parë në zonën e Zvërnecit. Pas shqyrtimit të materialeve hetimore dhe dëgjimit të palëve, gjykata vendosi që i dyshuari të qëndrojë në paraburgim deri në vijimin e procedurave të mëtejshme ligjore. Ngjarja ndodhi gjatë protestës së organizuar nga banorët dhe aktivistët kundër projektit që po zhvillohet në zonën e Zvërnecit, ku pati tensione mes protestuesve dhe personave të angazhuar për sigurinë e projektit. Videoja e incidentit u shpërndaj gjerësisht në rrjetet sociale, duke ngjallur reagime të shumta.
Gjatë natës është hapur me forcë shkolla 9-vjeçare Selam Usaj në fshatin Babicë të Madhe. Mësohet se disa persona ende të pa identifikuar kanë hyrë në ambientet e saj dhe kanë shkaktuar dëme materiale. Sipas policisë po kryen veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rastit, identifikimin deri në kapjen e autorëve. Për gjatë mbrëmjes në fshatin Babicë e Madhe në Vlorë, disa persona ende të pa identifikuar dyshohet se kanë hyrë në brendësi të shkollës 9-vjeçare Selam Usaj, që është në fshatin Babicë e Madhe, dhe kanë dëmtuar prej andej disa dyert të kabineteve, por edhe materiale shkollore. Gjatë natës është hapur me forcë shkolla 9-vjeçare Selam Usaj në fshatin Babicë e Madhe. Sipas informacioneve, disa persona ende të pa identifikuar kanë hyrë në ambientet e saj dhe kanë shkaktuar dëme materiale. Sipas të dhënave paraprake, dëmtime janë konstatuar në dyert të shkollës, materiale dhe pajisje shkollore, ndërsa ende nuk dihet nëse është marrë ndonjë send nga ambientet e shkollës. Burime policore bëjnë me dije se është dëmtuar dera e drejtuesit të shkollës, si dhe dera e një kabineti mësimor. Gjithashtu, personat të cilët janë futur në brendësi të shkollës mendohet të kenë dëmtuar edhe disa baza materiale që përdoreshin për procesin e mësimit. Në portën kryesore, hyrëse të shkollës janë lidhur 3 karrige të cilat ishin në ambientet e brendshme të shkollës. Gjithashtu janë konstatuar dëmtime edhe në portën hyrëse të institucionit arsimor. Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po kryen veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Shkolla është pajisur me një kamerë sigurie në hyrje të saj, ndaj dhe pamjet janë sekuestruar dhe pritet të jenë ndihmës në zbardhjen e ngjarjes. Rikthehemi me aktualitet. Amantia Fest ka sjellë gjallëri, ngjyra, atmosferë festive në zemër të parkut arkeologjik të Amantjes, duke kthyer këtë hapësirë historike në skenë të hapur të traditës, kulturës dhe identitetit vendas, ndërsa u ndërthurën lojrat popullore, kënga polifonike, sporti, kulinaria dhe elemente të tjerë të trashëgimisë son kulturore. Amantia Fest ka sjellë gjallëri, ngjyra dhe atmosferë festive në zemër të parkut arkeologjik të Amantjes, duke kthyer këtë hapësirë historike në një skenë të hapur të traditës, kulturës dhe identitetit vendas. Në këtë aktivitet u ndërthurën lojrat popullore, kënga polifonike, sporti, kulinaria dhe elemente të tjerë të trashëgimisë son kulturore, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë për qytetarët dhe vizitorët e pranishëm. Në sfondin madhështor të rënojave antike dhe peizazhin natyror që rrethon Amantjen, festivali solli një përjetim të veçantë, ku historia dhe tradita u bashkuan natyrshëm. Pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen më nga afër me vlerat e kësaj treve, me zakonat e trashëguara ndër breza, me tingujt e polifonisë dhe me shihen e gatimeve tradicionale. Aktiviteti shërbeu si një kujtesë e bukur se trashëgimia kulturore nuk ruhet vetëm në muze apo në monumente, por edhe përmes festave, këngës, veshjeve, lojrave dhe mënyrës se si komuniteti përcjell ato te brezat e rinj. Amantia Fest synon të promovojë parkun arkeologjik të Amantjes si një destinacion me vlera të rëndësishme historike, kulturore dhe turistike. Ky aktivitet i jep më shumë jetë një prej pasurive më të veçanta të zonës, duke tërhequr vëmendjen drejt potencialit që Amantja ka për zhvillimin e turizmit kulturor dhe natyror. Atmosfera festive, muzika tradicionale, veshjet popullore dhe bukurinë natyrore shndruan këtë ditë në një festë të vërtetë të krenarisë vendase. Mes historisë së lashtë dhe gjallërisë së traditës, Amantja dëshmoi edhe një herë se mbetet një vend ku është shkura flet bukur me të tashmen. Edhe në Vlorë është festuar sot një qershori. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve janë zhvilluar disa aktivitete për të vegjëlit, të cilët janë bërë bashkë duke përcjellë në qytet një atmosferë të veçantë dhe plot argëtim. Në Vlorë, ashtu si në të gjithë vendin, është festuar sot një qershori. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, disa aktivitete janë organizuar në qytet për të vegjëlit. Këto aktivitete kanë nisur nga sheshi Adem Jashari, i cili ka mbledhur 10 fëmijë në fest. Festojmë një qershorin, aktiviteti i titulluar ka pasur në programin e tij argëtim për fëmijët e qytetit. Këngë, kërcime të ndryshme, maskota me personazhet e preferuara, pikturim fytyre si edhe mjaft lojra kanë argëtuar fëmijët që ishin të pranishëm në aktivitet. Pikërisht nga zërat e ëmbël të tyre vijnë urimet më të veçanta për një qershorin. Të gëzuar, fëmijët e qytetit shpërndajnë mesazhet e tyre të urimit, ndërkohë që recitojnë edhe disa vjersha kushtuar kësaj dite të veçantë. Gëzuar një qershorin. Lon në qëllin pare, lartë të fluturoj, ku do në prave. Ta jo zemra ëmbël se të shkëndon, lartë për unë bas fluturoj. Se bukurja të erdi për sëri, të gëzu
kudo në Shqipëri. E një qershor, ambienti zbukuroj, fëmijët gëzojnë. Herdi, një qershori, festa jonë të madhe. Ashtu si përa, pelule të bukura durat nga primavera. Qevi është i 4, djevi është i 8, ti në horizonti i fjela e let. Dali vogëlushën, me lule në duar, me shume të barba atë qeshu të gëzuar. Qeshër, bashikoni anë e barë, vogëlushët festët kratë, që si zemrat e këndët, një qeshori po festot, të gëzbave si qapemi, me gëzim, me kare, që të gjithë të lumtur jemi në Shqipërinë tonë të re. Rritur hedhin valle plotare, se më shumë jemi rritur edhe zemra na gëzon. Sa të lumtur jemi sot, këngë të bukura do këndoj, plot me gaz dhe are për të festuar festën ne. O moj mami, rika qatë të trasha, shiu bie varda, atorin për jashta. U do t'i gjej pendët që t'i veshe gjora, do u shkuqe ngrykët, do i zërë kolla, luaj në përshi, si fëmi të praptë. Rosa e ka fajnë, pse nuk u flet pakë. Gëzuaj një qershori. Gëzuar! Mirë se erdhe një qershor, për ty zemra na këndon, anë nda dhe utim, buqet kënga gjithë gëzim. Qoj, feda jonë madhe, para lule qoj, më këke vale. Dashur lap të birë, për gjithë bërë, për da pret, kra, hapur për da pret, shkolla jonë, për da pret, abetaria, plot figura, për da pret, dansëre, e jadi, për vit, që stëreze është dita mu e bukur në të botë të apsi. Zua në hezoj, ne që hoj festet dytu, ti e din sa të kam pitu. Erdi një qershori me dëmira plot. Ku është fletorja kalendarin, ti e foshja sa më parë. Një qershori festa e fëmijëve është festuar në Vlorë me një sër aktivitetesh të cilat kanë bërë bashkë të vegjëlit e qytetit në një atmosferë të veçantë dhe plot argëtim. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.